Një tjetër debat I fortë shpërthen në shtëpi, këtë herë mes Mirit dhe Selinës. Situata nis gjatë një bisede në obor, ku disa nga banorët po diskutojnë për marrëdhëniet që janë krijuar brenda shtëpisë dhe për tensionet që kanë lindur mes disa prej tyre. Në fillim biseda duket e qetë, por shumë shpejt merr një kthes të papritur kur Miri vendos të flasë hapur për Selinën dhe për mënyrën si ai e sheh marrëdhënien mes tyre. Miri I drejtohet Selinës dhe I thotë se sipas tij ajo ende ka ndjenja për të, edhe pse përpiqet ta mohojë këtë gjë përpara të tjerëve. Këto fjalë e habisin Selinën, e cila menjëherë reagon duke I thënë se ai po flet pa asnjë provë dhe se po përpiqet të krijojë një histori që nuk ekziston. Por Miri vazhdon të shpjegojë mendimin e tij. Ai thotë se gjatë ditëve të fundit ka vënë re shumë momente ku Selina ka reaguar ndryshe ndaj tij, duke treguar sipas tij që ende ka ndjenja të pasgjidhura. Ai shton se mënyra si ajo reagon kur ai flet me vajza të tjera tregon shumë për atë që ajo ndjen. Selina nuk e pranon as pak këtë akuzë dhe I thot Mirin se ai po e interpreton çdo gjë sipas mënyrës së tij. Ajo shprehet se nuk ka asnjë ndjenjë për të dhe se gjithçka që ai po thot është thjesht një përpjekje për të krijuar dramë në shtëpi. Debati bëhet edhe më I fortë kur Miri thot se Selina nuk është duke treguar të vërtetën. Ai shton se sipas tij ajo po përpiqet të duket sikur nuk I intereson, por në të vërtetë ende ndjen diçka për të. Në një moment, Miri shprehet edhe më ashpër dhe thotë se sipas tij Selina është mashtruese. Ai shpjegon se mënyra si ajo sillet me disa banorë dhe mënyra si ndryshon qëndrime nga një moment në tjetrin e bën të mendojë kështu. Këto fjalë dhe nervozojnë shumë Selinën. Ajo I kërkon Mirin të mos përdor fjalë të tilla për të dhe I thotë se nuk ka asnjë të drejtë ta quajë mashtruese. Selina shton se ajo gjithmonë ka qenë e sinqertë për atë që ndjen dhe për mënyrën si sillet me njerëzit në shtëpi. Ndërkohë disa nga banorët e tjerë që janë pranë fillojnë të reagojnë. Disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën dhe u thon të dyve të mos e çojnë debatin kaq larg. Të tjerë dëgjojnë me interes diskutimin dhe komentojnë mes tyre atë që po ndodh. Miri vazhdon të flasë dhe thotë se nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por ai thjesht po thotë atë që mendon. Ai shton se për të është shumë e qartë që Selina ende ka ndjenja për të dhe se ajo po përpiqet ta fshehë këtë gjë përpara të tjerëve. Selina I përgjigjet me tone të forta dhe I thotë se ai po e mbivlerëson shumë veten. Ajo shton se nuk ka asnjë arsye pse duhet të ketë ende ndjenja për të dhe se ai duhet të ndalojë së krijuari histori që nuk janë të vërteta. Debati vazhdon për disa minuta ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Disa banorë përpiqen të ndryshojnë temën për të ulur tensionin, ndërsa disa të tjerë largohen nga zona për të mos u përfshirë në konflikt. Në fund, edhe pse zërat fillojnë të ulen dhe situata qetësohet pak, duket qartë se mes Mirit dhe Selinës është krijuar një përplasje e fortë. Të dy mbeten me mendimet e tyre dhe tensioni mes tyre vazhdon të ndihet edhe më vonë gjatë mbrëmjes në shtëpi.